Kosova mbetet e cënueshme nga korrupsioni edhe pse prej më shumë se 2 dekada ka mbështetje të gjerë nga partnerët ndërkombëtar për të forcuar sistemin e drejtësisë dhe për të rritur llogaridhënien publike. Lëvizja fol përmes kësaj analize ka bërë vlerësimin e ndryshimeve legjislative dhe strukturën organizative institucionale në raport me efektivitetin dhe ndikimin e këtyre nismave në luftën kundër korrupsion, duke vlerësuar nëse ndryshimet në kuadrin ligjor dhe aktivitetet tjera nga organet e drejtësisë, përfshirë edhe aktivitetet në trajnimet, kanë kontribuar pozitivisht në uljen e korrupsionit në Kosovë. Ky raport analizon periudhën e 10 viteve të fundit, përkatësisht nga viti 2015 deri në 2024, në 2 bloqe kohore, 2015-19 dhe 2020-24, duke tentuar të identifikoj se sa kanë ndikuar reformimi ligjor, investimet institucionale dhe programet e trajnimit në uljen e korrupsionit në Kosovë, respektivisht a kanë pasur ose jo efekt pozitiv trajtimi i rasteve të korrupsionit. Çka janë dallimet më të mëdha mes 2 periudhave është se në periudhën e parë 2015-2019 me kodin e vjetër penal nuk ka qenë një vepër penale për dallim nga kodi i mëdhënshëm, është vetëm të mashtrimin në prokurim publik, pra të gjitha veprat penale tjera kanë qenë të parashikuara edhe me kodin e vjetër, edhe dallimi tjetër ka qenë të shtrirja e dënimeve, domethënë dënimet kanë qenë pak më të buta se sa me kodin e ri. Sa përket organizimit apo strukturës së sistemit gjyqësor dhe prokuror, në periudhën e parë, Prokuria Speciale ka pasur mandat apo kompetencë plotësuese ndjekjen e veprave penale nga kapitulli i korrupsionit. Dhe ky mandat ka qenë në mënyrë edhe ekskluziv, edhe pse me ligj ka qenë kompetencë plotësuese, sipas një udhëzuesi të përbashkët që është nxjerrë vitin 2013 nga ish-krerët e sistemit prokurar, kanë qenë atë kohë ish-kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi, ish-kryeprokurori i EULEX-it Zoja Jaroslava Novotna edhe ish-kryeprokurori i PSRK-s Jonathan Ratell. Me këtë udhëzues në një mënyrë i jepet mundësia prokurisë speciale që të ketë kompetencë mbi ndjekjen e gjitha rastet korrupsione të ashoquara të profilit të lartë. Edhe një prej problemeve në atë kohë ka qenë që është folë shumë dhe është kritikuar shumë se lëndë të cilat ndiqen nga Prokuria Speciale të profilit të lartë nuk po ka një trajtim të njëjtë nga sistemi gjyqësor, sepse nuk ka një entitet të barazvlerëshëm sikur Prokuria Speciale si do t'i trajton të këto lëndë. Kjo më vonë është adresuar me ndryshimet e mëvonshme, mirë po këto kanë qenë disa prej kritikave më të mëdha. Në atë kohë pashtu kemi pas shumë edhe prej statistika fshi se në vitin 2015, po që raporti nuk e trajton më detajve, desha si një digresion të vogël, të vitit 2015 e kemi një prurje më të madhe të kallëzimeve penale të sistemit prokural, prej 800, 2016 me tutje bie në 400, domethënë 100%, apo 50% bashkësisht çysh e këshyr, numri i kallëzimeve penale. Një prej arsyeve që unë mendoj pse ka ndodhur ajo është se në vitin 2014 është ndryshuar për herë të parë mandati apo kompetencat e EULEX-it. Me ndryshimet e ligjit të vitit 2014 është paraqur që vetëm lëndët të cilat i kanë pasur në punë gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it mund të vazhdojnë të trajtohen, kurse ato që nuk kanë nxjerrë vendim për nisjet e time duhet të transferohen të institucionet apo të sistemi prokural i vendit. Dhe po besoj që kjo ka qenë ajo 800 i kallëzimeve penale që e ka ngritë dukshëm në atë kohë. Sa i përket kodit penal, e thash, domethënë veprat penale janë ato që kanë qenë, të njëjta pothuajse me kodin e vitit 2019, nuk ka ndonjë dallim të madh, edhe sa i përket kodit të procedurës penale. Te kodi i procedurës penale të vitit 2013, ndoshta edhe gjyqtari burim mundet më vonë me trajtu pak si temë, është se në nenën 22 aty paraqitet se përshkruhet se veprat e korrupsionit, pavarësisht dëmit apo pavarësisht fajësisë, të gjitha trajtohen nga Departamenti i Krimeve të Rënda. Domethënë edhe e folëm pak para se me hyrë këtu në takim, edhe një recepcionist me një mitë prej 10 eurosh
është desh të trajtohet prej departamentit kriminator, qoftë prokurisë speciale, qoftë në gjykata themelore, e që ndoshta në termen të duhet të shikoj sa ka nevojë një gjë e tillë apo jo, sepse është një, në anglisht thonë petty corruption, është një korrupsion shumë i vogël që të angazhohet një sistem aq i kompleks i sistemit gjyqësor dhe sistemit prokuror. Pra, kjo ka vazhduar të mbetë ngelet të njëjtë edhe me kodin e ri të procedurës penale, ende vazhdojnë që krimet e rënda të merren të gjitha me tërë katalogun e vepra penale nga korrupsioni. Pashtu sa përket trajnimeve, në vitin 2015-2019 ka pasur mjaftueshëm trajnime. Çka është më rëndësishme të thuhet është se shumica e trajnimeve apo një numër dërmues i trajnimeve të cilat kanë prekur modulet apo temat e korrupsionit kanë qenë të organizuara nga komuniteti ndërkombëtar, nga partnerët e huaj, që është një ndihmë mjaft e domosdoshme për të ngritur profesionalizmin dhe kompetencat e sistemit prokuror dhe sistemit gjyqësor. Por që këto ndërhyrje në aspektet trajnimeve nuk janë përcjell mandej në ngritje të avancimit, apo shifrat nuk dhon ndonjë indikator se trajnimi që është kryer në Akademinë e Drejtësisë ka pas rezultat pozitiv mandej në sistem. Është diçka që duhet të studiohet, por kjo është një kohë shumë e shkurtër, një analizë më shumë e numrave, aspektit kuantitativ, por një analizë kualitative domosdoshmë nevojitet si raport pasues i kësaj të shihet se pse nuk ka pas një ndikim të drejtë gjithë ajo ndërhyrje në aspekt trajnimeve në avancim të efikasitetit të luftimit të korrupsionit. Sa përket performancës së sistemit prokuror, performanca e sistemit prokuror në këto dy periudha është, domethënë, nuk është e keqe në një farë mënyrë. Numrat këto që janë ka një farë trendi një trajtshëm, do thonë nuk ka ndonjë lëvizje shumë të madhe ndërmjet viteve, dhe çka është më rëndësishme të thuhet nëse i sheh vetëm këta numra, pra pa ndonjë analizë më të thellë, është se shoqënia kosovare nuk duket që është shumë e korruptuar, sepse nëse marrim këtë katalog vepra penale, në raport me vepra penale, me veprat e natyrave tjera, domethënë del që janë më pak kryera se sa veprat penale të llojeve tjera. Kështu që edhe kjo është diçka që duhet të studiohet, se ku po çalon, nëse shoqëria, publiku thotë se ka korrupsion, po ajo nuk po përkthehet në vepra në raste gjyqësore, atëherë edhe këtu duhet të shihet se cilat janë ato probleme. Edhe pse këtu nëse më lënë këtu një digresion të vogël, se publiku e ka, do të thonë, ka një gjykatë më rigoroze sa përket korrupsionit se sa vetë prokuria e gjykatës, sepse për ta nuk kërkohet që të verifikohet prova. Mjafton ti ndëgjon 2-3 histori edhe ta shpall dikon të korruptuar, kurse për sistemin gjyqësor është e kundërta. Niveli i verifikimit është shumë më i lartë në mënyrë që të shpall dikush i korruptuar apo jo. Edhe sistemi gjyqësor, domethënë sa përket performancës, pak a shumë e përcjell sistemin prokuror. Gjetjet që rezultojnë në raport për sa i përket pjesës së sistemit gjyqësor duhet dhe do të merren në konsiderat për të çuar përpara dhe më tej detyrimet brenda sistemit gjyqësor në kontekst të zbatimit të legjislacionit sa i përket edhe pjesës së korrupsionit. Ka pasur pashtu një synim që të vazhdoj me trendin e rritjes së sanksioneve penale të parashikuara brenda legjislacionit. Në anën tjetër, ka shkuar edhe në drejtim të rritjes së afateve të parashkrimit. Tani, kur i trajtojmë këto 3 çështje, mund të pajtohemi dhe do të ketë hapësirë për të diskutuar, po mendojmë se disa prej çështjeve që kanë synuar në rritjen e sanksioneve, ta marrim shembull, ne brenda sistemit gjyqësor e shohim se nuk ka pasur asnjë efekt, qoftë në luftim, qoftë në efikasitet. Dhe kjo tregon pra që nuk është e nevojshme ne të bëjmë ndryshime të shpeshta ligjore, sepse më tepër dëmtojmë brenda sistemit gjyqësor sesa që avancojmë apo krijojmë efektivitet dhe trajtim të barabartë para qytetarëve përballë ligjit. Po besoj që ky punim kontribuon mjaft shumë atë sepse ka listuar edhe raste të numrin edhe efikasitetin, edhe këtë mënyrë qytetari thjesht është më shumë hulumtues të ndryshëm mund ta përdorin, ka përkajë të plot nga agjencia çfarëdo publikimi i tillë, sepse ndihmon edhe në punën tonë si agjenci, sepse si agjenci kemi mandat të bëjmë vlerësime sektoriale të korrupsionit e në një farë forme edhe
moskryeja e detyrës është një farë forme që kontribon në korrupsion. Për më tepër, lëndët e korrupsionit duhet trajtohen me urgjencë. Ajo që kemë vrejtur ne, unë më shumë mund të flasë për këto 5 vitet e fundit, se a ka pasur një përshpejtim, se a ka pasur dënime më të ashpra apo jo, fatkisisht është e kundërt apo se nga që ka qenë kaluarën, nuk është që kanë shku, për të faktën lëndët e agjencisë nuk janë trajtu më shpejt që janë trajtuar më përpara, qoftë ajo nga prokuroria, përveç prokurorisë vërtet. Prokuroria është një trend pozitiv, po te gjykatat nuk ka pasur, nuk kemë vrejtur të faktën ndonjë përshpejtim trajtimit të rastit. Ne kemi një ligj i cili ka qenë caktuar, e pastaj kemi një kod penal i cili ka kodifikuar për shembull mosdeklarimi i pasurisë dhe mosdeklarimi të pasurisë si vepër penale. Ne kemi pasur më përpara sfida në atë që është quajtur në dëshminë e dashjes për krye kësaj vepre penale, e cila në të kaluar ka qenë një prej arsyeve, mos më thonë 90% të rastet që janë mbyllur nga prokuroria e 90% të rastet që janë humbur nga gjykata kanë qenë sepse janë mbyllur për shkak të pretendimit që nuk është arritur që të dëshmohet dashja direkte në vërtetë kryim kësaj vepre penale, e që pastaj ligji i ri neve na ka mundsuar, na ka përmirësuar, na ka jap pak më shumë fuqi. Për shembull, nëse lidhen vetëm te deklarimi i pasurisë, tashmë për shembull secili subjekt deklarues ka një afat shtesë për përmirësimin e lëshimeve, nëse afat shtesë subjekti deklarues nuk e përdor për ta përmirësuar lëshimin e deklarimit pasurisë, atëherë për neve nuk ka nevojë të dëshmohet më shumë që ai zyrtar publik po do me lën gabimin ose mosdeklarimin e pasurisë, apo në anën tjetër nëse dikush pas paralajmimit, do thotë, ta them, nëse dikush ka harruar të deklarojë një pjesë të pasurisë, e cila për ne vitremiero konsiderohet si shtjelje, dhe pastaj ne, do thotë, është publikimi, pas publikimit japën pa 30 ditë të rrekën vrejtjen se cili subjekt deklarues, tash me email, pastaj kemi edhe mjetet këtë vit edhe kemi përdorur edhe komunikime tjera edhe me SMS kemi njoftuar subjekt deklaruese që është kjo afati shtesë ku keni drejt për të përmirësuar, por pastaj mbyllën dhe si tilla për neve shkelet konsiderohen si vepra penale.